Mirëmëngjes kombi nga zyra e Këshillit Kombëtar Shqiptar këtu në Pazarin e Ri. Këtë video kam vendosur me bë si falënderimin ndaj njerëzve që komentojnë me fjalë të mrekullueshëm çdo postimin tam, me shumë dashuri, me shumë respekt. Ju vetë keni pa që shumë dashni kam për kombin tam, edhe aja dashnia ka kthy nga ana juaj, me fjalët e mira, me respektin, me dashni, që jam nga zemra falenderuese të gjithëve të ju, që keni kohë me lexu postimet e mia, me përcjell postimet e mia, me këqyr videot e mia. Une nuk kam fjalë sepse për një femën që ka veç 28 vjet, është një rrugë tepër e vështirë, po Zoti ka qelë rrugë që krejt njerëz të tonë që janë bashkëpatriotat, që janë shqiptarë, kam hinë zemrën e tynve. Edhe jam shumë e lumtur e shumë falenderuese. Dua të falenderoj edhe njerëz që cilin shohin në rrugë, vinë përshëndetin, përqafin si me koçika juaj. Shumë ju falenderoj, edhe kjo rruga jam nuk do të nalet, sepse me fjalët e juaj, me respektin e juaj, une jam edhe ma fuqishëm me vazhdu. Nuk është lehtë, po për këtë komb vlen me riziku me jetën me krejt, sepse kombi shqiptar është veçantë, kombi shqiptar është i shejtë, kombi shqiptar është diçka ma e veçantë që kam unë në jetën tem. Edhe për këtë komb vlen edhe me jetu, edhe me vdek. Ju përshëndet nga zemra, edhe një herë ju falenderoj për çdo komente, edhe ju kërkoj falje sepse kaj herë nuk jam shumë e lirë me ju përgjigj të gjithëve, po këtë video e boj me ju falenderu krejtve për dashnin edhe për respekt. Zoti ju rujt, e shpresoj që një ditë dëshirat e tona ka me bo në realitet.